Rreth 10 bizneset që veprojnë në fushën e kriptovalutave dhe këmbimoreve janë mbyllur këtë javë nga Inspektorati Qendror i Mbikëqyrjes së Tregut. E gjithë kjo ndodhi pikërisht në javën kur nisi edhe licencimi i bizneseve të kësaj fushë, bazuar në ligjin e veçantë për kriptovalutat. Megjithpse ky proces tashmë ka nisur, njohësit e fushës vlerësojnë se korniza ligjore ende ka nevojë për përmirësime në mënyrë që të përshtatet me zhvillimet teknologjike dhe kërkesat e tregut. Ligji është me vend, po do të përditësohet ajo pjesa e tatimit. Për tatim duhet të formohen kornizat për shkak se kornizat e tanishme nuk përcillen mjaftueshëm me hapat e zhvillimit të teknologjisë. Por pavarësisht vërejtjeve për kornizën ligjore, procedurat për rregullimin e këtij tregu janë duke vazhduar. Është një proces i ngadalshëm, faktikisht, po është një proces i cili është duke ecë. Sipas njohurive të mia, të gjithë operatorët veç kanë marrë ftehë prej BQK-s, që të operojnë në mënyrë publike, normal, edhe janë në proces të sipër për marrjen e licencave. Vërejtje ka dhe për mënyrën se si ligji kategorizon aktivitetet e operatorëve që veprojnë në këtë treg. Vazhdojnë me pas një vërejtje, është që me u nda çka është aktivitet financiar, domethënë mos me hi aktiviteti i marketingut, edhe aktivitetet edukuese në aktivitetet financiare. Në kuadër të planit për mbikëqyrjen e tregut pritet të inspektohen mbi 268 bizneset të regjistruara për veprimtari në fushën e kriptovalutave.